Përshëndetje gjithëve, jemi këtu në Rom, bashkë me Rinonin, për me xhiru podcastin e radhës. Podcasti i radhës ka të bëjë me një temë shumë interesante që lidhet edhe me Romën, natyrisht lidhet me civilizimet e vjetra, po është një temë gjithëpërfshirëse. Tema është edukimi. Rinon mirë se ke ardhur edhe një herë, edhe pse sot do të flasim për edukimin, për një temë ndryshe për herës kalume. Mirë se kemi ardhur, edhe mirë se kemi gjetë këtë vend shumë kreativ edhe inspirues për me po një temë bazë që i vjen se cilit njëri në jetë e për të cilën në krejt folim, po pak ja qëllojmë. Emrin e ka edukimi, ose në bazë shkollimi edhe tentimi njerit mu eduku mja marrë dorën jetës edhe të vërtetës. Okay? Unë do ta kisha fillu këtë podcast pikërisht me Romën, edhe me eksperiencën tam, për herë parë kur kam qenë në Romë. Kjo është hera e tretë, mos gabosha, po herën e parë kur kam qenë 2013, më kujtohet, ishim në John Cabot University, në një konferencë, edhe aty një prej atyre folësve kryesor që ishte i ftuar një amerikan për një universitet amerikan, një njeri jashtëzakonshëm, një folës jashtëzakonshëm, Gordon Campbell, kujtohet si sot, e mbajti një fjalim fascinant, një fjalim shumë të mirë. Edhe në fund të konferencës, kur gjithë thash u afruan afër tij për me fol, për më njoftu me ta, ndër të tjera edhe unë bashkë me kolegët e mi që ishim prej Kosovës, më kujtohet se kur u afrova une, fola për edukimin edhe ja përmena urtësinë, sepse tema të cilën ai sqaronte e shtjellonte në fakt kishte të bënte me edukimin në digital age, në kohën digjitale, në cilën po jetojmë sot. Edhe unë i thash esenca është që duhet të rikthehemi ka urtësia, ka wisdom, te ajo prej të cilës kanë dalë edhe shkollat e para në civilizimet e shumë më vonshme. Edhe Rinon që është shumë interesant, se di e kom përmena të kujtohet se mëse që kam tregu më herët, çka ka ndodhur në fund në darkën e konferencës, ku jemi mbledh gjithë dhe jemi ul, kur ka hyrë Gordon Campbell me gruën e vet, më kujtohet që gjithë janë qenë kamë dhe krejt përqin ku po shkon, te kush po shkon. Edhe ai sim ka pa mu, u afru dhe ul afër neve, për respekt, edhe mandej bisedum për urtësinë, për wisdom bashkë edhe me gruën e tij, e kështu me radhë, po ka qenë një eksperiencë fantastike, një eksperiencë e jashtëzakonshme. E fillova këtë podcast për arsye se jemi në Romë, edhe është një temë shumë interesante që lidhet pikërisht me temën e edukimit. E se rrove topin me urtësi. Po. Okej. Rinon, çka ke më thonë ti, cila është zgjidhja e Thashti po fillojmë nashta prej fundit, po s'ka lidhje, mas e përmena urtësinë, digital age, kohën digjitale në cilën po jetojmë, kohën e inteligjencës artificiale, me krejt këto vështirësina për cilat po kalojmë, jo veç na, po dhe fëmijët tonë, gjeneratat e prindërve tonë, domethënë krejt ata që jemi të defilu aktualisht tokën në shkollën toksore. Çka kishe me thonë, cila kishe me qenë zgjidhja e një edukimit mirëfillt? Para inteligjencës artificiale, është pirë me folë për inteligjencën natyrore, ose atë natyrale. Okay. Do të na si njerëz kur vim, po fokusohemi veç një episod jetësor në çdo aktualisht ku jemi. Çta është moment na dy kemi në Romë, edhe jemi të bëjmë këtë podcast, po foli për edukim. E kemi pas të trajektore se si jetës tonë deri në këtë moment, një fëmijë, një çerdh ose një kopsht, një shkollë fillore, një shkollë mesme, një fakultet, një master, një PhD, edhe PhD është hajëllëk i shkollimit e prima më e madhe, edukim formal, okay? Edukimi formal, vetëm në gjatë që e ka të sakt, e ka titullin e tij. Edukim formal, sepse merret me formë. Kurse se me esencën, asnjëherë. Edhe sot i shohim, kjo është krizë globale, jo vetëm në Kosovë. Njerëz më të shkollum i kanë probleme më të mëdha. Njerëz më të shkollum i krijojnë probleme më të mëdha. Njerëz më të përshtyllur me diploma janë krenar brenda zyreve tyne, po tënësisht disfunksional në terren. Kjo është e meta kryesore e edukimit. Pse edhe është shumë mirë që të duhet i kemi kalu edhe pa desht as më livdu, as do me hek po jena veç me këshysh sene që jemi kënë bez zansave të mirë, edhe të kemi kërë njëtë në shkollë të mes në Gjef dhe Dodën, kur kënë pjedistalin e vetë, kur gjithë të zansë kënë mesatore kënë super e mirë, në zansat e mirë kënë super yjet të mësimit, edhe të e pas hecë këtë rrugë, po e flasim këtë temë, që është shumë rëndësi që do të njerëz me vedisu që edukimi formal, pa ato esencial, është si kur fasada shtëpisë pa themelor pa tokë. Edhe kjo i shohim në njerëz edhe në bazë me klientë kur kemi punë, edhe në seminare, edhe në komplet patjetër, jo në për kontekste punës, në çdo kontekst ku kemi, njerëzit kanë një problem. Një, nuk e din kush janë.
2 nuk e din pse janë këto, 3 nuk e din çu zgjidhen problemet, edhe 4 nuk e din dallimin mes edukimit formal dhe esencial. Shpesh edukimi esencial shitet për formal se marketingu e bën vete e pështjell mirë. Mirë, po kur ja qëllon edukimet esencial, ja nisë me u zgjidh problemet. Që kjo është tregu si po. Okej. Po për ata që na përcjellin, çka është edukimi formal dhe çka është esencial? A mësh më tregu më së pari që me ditë. Edukimi esencial është çdo gjë që shkollimi as nuk e adreson, as nuk e prek, as nuk e zgjidh. Domethënë, çdo gjë që përfundi edukimit formal, që është një shkollim i mesëm, një fakultet, një PhD, një doktoratur, një master, okay? Do një titull, çfarë do. Çdo gjë përfundi kësaj është edukim esencial, që mirret me qenien e njerit, me pyetjet e thella, kush jam unë, pse jam këtu, edhe çysh zgjidhen problemet. Kjo pyetja e tretë është fundamentale. Që kjo është krye arsye pse njerëzit janë vorbulla edhe mbesin për të sjellën për vorbullat e rradhës shoqëror, edhe në një përhumbje kolektive, e sidomos ato individuale, ku njerëzit nuk e din pse janë edhe kush janë. Do të thotë dallimi mes edukimit formal dhe esencial është dallimi mes tokës, temelit edhe fasadës. Edukimi formal dhe fasada, forma, që ato janë ajo që duket, u bë PhD, u bë master, e kryti bachelorin, e ke marrë diplomën, e kryti fillon kursin, shumë mirë. E marr, po ku është, do të thonë, cili është hajri asaj pune, ku është funksioni, cili është ndërlidhja e atij shkollimi me realitetin. Son biznes që jam i pyeshën temelin tokë ti, dallimi është shumë i dukshëm. Njerëz kanë problem me gjetë njerëz që funksionojnë. Shkur shep, i ka krejt titu s'de me kryas një punë. Ç'kjo është? Edhe këto tash ja kanë nisur orientu, që frik tash me një projekt që jam i angazhuar, ky smet do të marr mësim në universitetin më me renomë në Evropë, pikërisht në edukimin esencial. Sepse kanë nisur me kuptu njerëz që nuk po bëj ka veç me marr tituj, sepse jeta nuk t'i vet tituj, duhesh me qenë funksional, më mësu me zgjidh problemet. Domethënë me kuptu që na nuk jemi zgjidh, jemi shkaktar edhe bashkë pjesëmarrës në problemet të cilat i përjetojmë. Që të do që hapë shqeqiri. Okej. Tash para se me vazhdu me pyetjen e radhës, veç ta më kthy mrapa te filozofët e Greqisë lashtë antike. Sokrati është një prej atyre më favoritave që të mi, ku ai thotë që mësimi, ai ka besu që edukimi, përcjellja e dijes duhet të bëhet përmes pyetjeve, përmes dialogjeve. Domethënë këtë mënyrën që na jena aty botash, edhe të ndo edhe përmes pyetjeve mandej që mund mi pas ata që na i përcjellin podcastin, kështu që ju që keni pyetje lirisht na shkruani ose na kontaktoni edhe na do ta bëjmë më të mirë për ju përgjigj. E ktheva te Sokrati, të shkollat e Greqisë antike, të mënyra që ata i kanë mësu njerëz, që i kanë udhëzu, që i kanë mësu. Edhe aty domethënë në shkollë ato Greqisë na po flasin se përndryshe ka dhe civilizime shumë të hershme ku shkollimi është mbajt edhe ka qenë në një formë këtë tjetër. Po na po flasim për këto vitet që to 2000 plus minus që to çka i dim edhe për cilën historia flet. Ajo urtësia, ajo wisdom që është përcjell, edhe që ka qenë, unë besoj që ka qenë ajo elementi bazë i edukimit, sikur me kohë ka hup. Ka hup, e vërtet është. Edhe tash në kohën e sotit, domethënë duket sikur ajo wisdom, ajo ka mbet pothuajse si diçka që e pa, po që nuk jo ekzistuese. Si çto gërmolla që peshojmë çto. Po, në Po që ato e ka vlerën, njerëz vinin kështu se intuitivisht ditë që çto ka pas vlerë. E vërtet është çdo civilizim që në herë ka funksionuar. Oke Greqia e lashtë, oke Roma, oke koha arabe, mas 100-200 mas profitit. Pse ka funksionuar? Sepse kanë pas të integruar edukimin qenësor me atë formal. Domethënë ditunin epistemologjike çka di, e kanë pas të ndërtuar me mirë për me ato kush jam. E para kanë punu para kush jam, nëse se din kush je, nëse ki edhe titull më të madh sa dush PhD jam i marr, ti je i cytun edhe i nxitur edhe i parasetum për me kon allti në dorën e dikujt të sistemit. Me kon plombi pa shkrepun, e dikujt. Shembull më i mirë Covidi që kemi kalu. A nuk u bën krejt doktorat me hyp sistemet, a nuk ngajtën krejt merrni dozat, edhe ju duhet që kanë këtë gabim, si tash po dalin njerëz që janë të marrë për ato asaj pune. Që ja peshë, unë asnjë mjek nuk e kom ni me rezon shnosh, tu gjikon me ka dalë. A mos jemi të grane nëse për kësaj pune. Që temë shumë e rëndë, po për e kthejmë se është një farë ankori, është një farë milestone i dështimit të edukimit formal.
Aty çaj situata ka kallëzu sa kemi mungesë të njerëzve me edukim esencial, që edukimi qendror edhe ai sistemor, dy anë njëjtës medale. Kur e din kush je me din ku ne ti shërby, je në vrejtim, në vrejtje të tendencave dhe të paternave që sillen edhe imponohen në shoqëni. Kjo për herë do një për tregu se kon çaj. Okej, ajo çka puna cilën na e bojmë si unë me hipnozë, ku i ndihmoj njerëzve me një vetën e vet, me një për të këtë dimenzionin cilën jetojmë, me ditë se kush është prej kajt vjen, gjenezën e kajt e ka, jetënat e kalume, paralele, kështu me radhë, po ashtu në punën tonë, ndryshim personal. Dhe më thonë, krejt kjo është një punë e cila bëhet me njerëz që janë të interesuar me një vetën esencialisht, gjatë të cilën natyrisht nuk e jap edukimi formal. Po tash, çka mendon ti, cila kish më konë një zgjidhje e mirë? Kjo që e përmende që në projektin që e ke fitu edhe që kime shku në për vende ndryshme në universitete të ndryshme në Portugali, në për Evropë, në për Evropë, ku ti kime me ligjëru për ndryshim personal. Njohje të vetës edhe ndryshim personal, që të dyja. Perfekt. Po çka kishe me rekomandu për shembull një diçka, se e dim që këto na nuk mund me një podcast me zgjidh problemet, po thjesht me orientu pak me shtutu kërkojnë e zonë. Po. Çka kishe me propozu ti diçka që është shumë e kapshme dhe shumë konkrete për me bu, për me shtinë edukim, për shembull. Mas pari, po, unë siç e den na bashkimit që sa po bën, sa me dekada, projektin e parë që kom shkru pa kur fare interesi, po quhet lirimi i edukimit. Kujto. E kom pa shkru në anglisht, në shqipën standarde edhe në shqipën shpirtërore, tema që shkruaj me thekse. Dikush thotë gegnisht, po gegnishta tosnishta nuk janë dialekte, janë burime të shumë dialekte. Okej? Do të dy gjinjë të pashtershëm të nënës shqipe ku kanë pi gji, ku kanë pi shumë ditonie, njerëz më me kokën edhe me zemrat më të mëdha ditonie që kanë definuar për trojtë tona. Tash ku i flen se cilët i shpreh në mënyrën e vet. Po të themi atë çfarë projekt, projekti i parë që kam shkruar pa kur fare interesi, ka si rezultat që pata punuar me disa organizate që janë marrë krye këput me edukim. Ato e pa diskrepancën dhe hipokrizinë aso që thuhet, edhe aso që bën terren, e pata mendos, okay, po unë shkuj se pata pas rasti me punuar edhe në zyrën terren. Edhe si urdhër lidhse pata po çalimet e pata, okay, kjo është rruga pe lot gjurmën tem. Edhe siç e them pata dërguat projekt krejt ambasadave në atë kohë që pata njoft Kosovën. Si thirrje, hajde në mos prodhez. Ta kanë shtekerot kjo. Edhe do të thonë, po natyrisht kërkosh nuk është interesuar me suportu, sidomos jo në atë kohë me përkra diçka që e shplon budallakin kolektive, për të cilën çash krenon shumica e njerëzve shkollor. Okej, edhe jam kujtohet se ka qenë lirimi i edukimit. Lirimi i edukimit, politikës, po këndamja totale e politikës, e edukimit për politikës. Kjo ka bazë. Okej. Do të ndonjëherë tjetër do të kemi. E flasim mbaj tjetër podcast, që kjo që e përmende, po do të thonë, ç'kjo nisma e parë që çka kishim rekomandu, ç'kjo është hapi i parë, dalja e politikës. Edhe po them çto çdo do kryeministra, kryeministrish, a presidenti që merr hapat e nevojshme dhe të mjaftueshëm për mi nda këto dy gjëra në çdo nivel të ekzistencës tyre, sidomos Kosovë, do të në historinë jo vetëm shqiptare, po botënore, si ndër njerëz më të vlefshëm që kanë ecur në planet. Sepse ky javë çel derë njerëzve mu bu vetja, që njerëz më mos më interesu kush po zgjidh në pozitë sa rancia punë hiç, po vetëm mu fokuson punën vetëm me këtë çdo. Okej. Liron nxënësat, liron profesorët, mëse mëdhënësat, edhe këtë jemi free që me mësua ato që na vynë, që na funksionon në jetë, jo vetëm marr titull koti. Tjetër. Unë tash duke marrë parasysh kohën që jemi të jetu, domethënë në digital age që se ka më herët. Më kujtohet një profesor në master në Sheffield, ai thotë a e përdorni ju termin digital për kamera, për kamerë, digital na po, thekë po shihni që jeni gjenerat analoge. Thekë se përndryshe fëmijët e juaj nuk kanë nevojë me përdor hiç termin digital, sepse veç janë rrit kanë lindë në atë moshë, në atë kohë. Si një njeri që u marr me edukim gjatë gjithë jetës dhe me IT, me teknologji informative, natyrisht se për neve ka qenë një arritje, një hap shumë i madh, jo vetëm për neve, por për këtë botën, inteligjenca artificiale, e cila tash është e pashmangshme kur flasim për edukim, po jo vetëm për edukim, për cilën do lami që flasim, nuk mundemi më pa e shti në ekuacion inteligjenca artificiale. A kinoj menim ti tash ti për këtë punë në inteligjencë artificiale, sepse kjo tash na ka barazu, e mira është që kudo që je, kushdo që je, do me thonë e kitë të njëjtën, ti
qasje, në të njëjtën dije që ka kushdo. Edhe puna e shkollimit, I ka rënë pyetje krejt gjanë. Atë deshta me cek, edhe unë lëboj për atë që të ngritet vedia. Domethënë kur ngritet vedia, atëherë do dim se si ta përdorim teknologjinë në mënyrë më të mirëfillueshme. Sepse në bazë të statistikave, për shembull, Kosova është prej vendeve ku përdoret teknologjia në masë më të madhe. Nuk e di tash këto statistika, e kam ditë më herët, tash nuk e di përmendsh, po e di që për shembull te fëmijët, ti vesh shko me një familje dhe e sheh këtë me telefona, këtë ty e përdor teknologjinë. Për çka e përdorin tash ajo është temë tjetër. Kështu që në një vend ku penetrimi i teknologjisë është kaq i madh, siç është Kosova për shembull, do duhet që të bëj ngritja e vedijes deri në atë pikë, saqë mandej ata njerëz duke përfshirë edhe fëmijët dhe gjenerata të reja, të dinë ta përdorin ata në mënyrë më të mirëfillueshme. E çka kishe më thonë ti tash? Inteligjenca artificiale ka vënë pyetje, do të thonë pyetjen e ka pru pyetjen e parë natyrshëm çka ditonia. Sepse ata profesorë që janë krenu të shitfore me skripta e me slajdet e PowerPoint-it, mandës do s'muj me bëhat punë. Sepse çdo student pyetje që ndroj veç me një pyetje, edhe AI-ja e databaza dynjas, edhe me njerë tash secili ka mënuar, ditonia një pra databazë që çdo robot mund me ta pru, ditonia diçka më e thellë, që veç njeri origjinal mund me pru. Edhe çto ndodh shopi për sheqerit pikërisht në çat udhkrysh ku jemi jetësor si planet, jo vetë si Kosovë, mos fokusohen veç katun e Kosovës tonë. Domethënë, ku shko ditonia pyetja e parë? Vetë diçka që mund me nxjerr për internet për AI-s me një prompt, diçka që do të më krij thellësi edhe me nxjerr në origjinale. Sepse AI-ja sot na i bën një pikturë, na i bën një audio, do t'i bën krejt, po na e hupim eksperiencën e të krijumit në atë proces. A e ta bën hazard? Krejt super, krejt e bën. Po rezultati është veç të hup eksperiencën. A krejt lezetit një të mbrimi është hapat e eksperiencës për në mbrinë atë. Për që ato fëmijët sot e kanë një problem, ma dojnë me njëherë, s'kanë dorem. Se mësu me gisht, mojt gisht në vazë krejt. Që s'po mojnë me njëherë, do të ka dolje, s'te bëj hap mas hapi. Edhe që shka ditë një, diçka që e nëzirë, se cili mund me nëzirë me bubat, me dollë, kishe mu do ki menqëm, më nashta me qitën një promptevesh me ledzu, dikush që me dur në gjepa, mundet me po që ka t'jeve një sperim original për zotit. Edhe kjo është pyetja, do të thonë domja shopi sheqerit. Njëri origjinal kurrë s'do të njëtut inteligjencë artificiale se ata e përdorin si vegël. A këta që janë fallës, këta janë të poseduar për asaj inteligjencë, janë vetë pjesë e asaj. Do të thonë AI është shumë e më avancuar se ata. Shumë e vërtetë. Po dalim te e njëjta gjave, unë e thash me një mënyrë tjetër, te ngritja e vedijes. Esenca është ngritja e vedijes. Në momentin që ngritet vedia, atëherë komplet ndryshojnë. Të njëjtat vegla përdoren për gjëra për shumë më të mira, shumë më të shëndetshme, edhe Por vedia është dia për vetën, vetë dia. Që kjo është mohabeti. Por edhe është te njoja vetës. Nuk është më thonë pa tokë, pa temel, nuk funksionon fasada. Kjo kemi tash një fluks të madh, njerëz shkollun vendin tonë që janë shkolluar, edhe po shkollun ku do në botë, se problemi ka njëjtë. Po, njerëz që kanë urtësi, mundesh me ndonjë me gishta. Sërmos politik kemi krizë madhe të june, njerëz të mençëm plot, po njëri mençëm pa urtësi, e çon poshtë një popullsi. Edhe këto rrezik shumë i madh me koni prirun edhe i prim për njerëz që janë të mençëm pa urtësi, sepse veç njëri urt ka çasin bërim pereni, që me pas mesazhin e duan, kohën e duan, me marr vendimin e duan, kur e keni popullat tonë për mazvetës. Por që ato për herë, njerëz që kanë pasur urtësi të vërtetë, si në Greqi, si në Rom, si ku dush, filozofët kanë pri, njerëz që kanë pasur wisdom. Jo politikanë, se politika në shoqëni shnosh o bishti shoqënisë. Me tremna e mizë me ma një farë balans, jo kërë filmi. S'kan kapacitet ma shumë, vlera vërtet vjen, edhe shoqënia mbare mirë këdhejet, kur njerës e vërtet, kërë një funksion vërtet. Atër se cilë është si kur ato pjesë të puzzle-it, në vendin e duhen, në kohën e duhen, në funksionin e duhen. Edhe mënë ti nuk ki nevoj me nga shtigjeve të rrugët trasume të njerëzve që i kanë thonë vitës eksperti, kanë thonë që ne dojme, sa e së për veti. Që më do krizë, është një pak krize jo morale, po krizë epistemologjike, që njerëz nuk e din as çka din, as kush janë. E dyta vjen për parë, se duhet me pas do para të mas parë, kush janë për me ditë, me pas çast se çka dush me ditë. Ja, folja duke zotë që bën dritë se veç ai na mund më na dhon këtë gjë. Me vërtet. Renan, ta përfundojmë me diçka të bukur, sepse jemi këtu në jashtë, në një ambient shumë të këndshëm, ku ka shumë turista, edhe po e vërejë se derisa na po flasim, po sillen kënej pari. Kështu që ta përfundojmë me një gjë të bukur
për edukim që besojmë që kjo gjenerata e re, unë që tash inteligjenca artificiale, digitalizimi, domethënë i ka bu krejt njëjtë. Ma një fëmijë që rritet Kosovë, domethënë ku dushë në botë, nuk është njëjtë sikur gjenerata jonë që kemi mri me dalë jashtë Kosovë shumë vonë, edhe kur kemi dalë me pa që wow, këta ko ka ndryshe, na ndryshe. Jena rrit me filmat e Hollywoodit, po e pom që s'ko kanë vërtet. s'ko kanë po. Domethënë e tash fëmijët e kanë një tjetër, fëmijët tonë gjeneratat e reja kanë jashtëzakonisht shumë përparësi. Kështu që çfarë kisha me thonë për këtë? A ki ndonjë Mesazh të fundit? mesazh ose diçka? Ndjekni seminarët tona, Ho'oponopono në nivelin bazë, tani nivelin avancuar dhe tani master me ren, sepse është prumja më e vlefshme në ekzistencë për popullatën tonë, që kemi pas fatin me pru, së bashku me rrezën me majtë të seminare, sepse me të vërtet e mëson çdo njeri më mësu më ballafaqu me përmbajtjen e vetë në mënyrën më legjitime, më të pavarur, më funksionale, më vetë eduku në mënyrë që edukimi formal që e ka marrë me i funksionu. Që kjo është mesazhi më i mirë më që më të thonë, na nuk s'kemi dojtë me bu kurfa kritike, akusa ankese, se si jemi të aty në zaj që kritikon pa bazat i kemi plot televizion me atë punë. Po krahas problemeve të spikatën e japim edhe zgjidhjet. Edhe zgjidhja është për herë mësimi për zgjidhjen e problemeve që na i kemi trashëguar për jetave të kaluara, që kemi ndërtuar mbi ndërtu këtë jetë, edhe sidomos ato në raport që kemi me të tjerët në rrugë të shoqërisë, ku jemi bashkëaktor edhe bashkëkrijues të aty në problemeve. Kur të mësojmë me zgjidh ato, atë ka kuptim edukimi formal që jo fasada, edhe edukimi esencial që jo toka dhe temeli një njeri të ditun e të ndritun, të pavarur për rradhë shoqërore. Ja thot edhe bën ato që duhet me thonë me bun kohën e duan, në vendin e duan, në mënyrën e duan. I pëlqen dikujt mirë, si pëlqen edhe më mirë. Kjo është ideja me ku njeri lirë. Okej. Perfekt, atëherë përfundojmë me këtë mesazh. Faleminderit që na keni ndjek. Uroj që të na përcjellni edhe në podcastet e radhës, edhe unë propozoj që këtë temën e edukimit do duhet, domethënë, na sot veç ishim spontan këtu duke u shëtit në për këtë pjesën afër kolokviumit, tham hajtë të nalim kamerën edhe ta incizojmë, domethënë çdo gjë spontane. Kështu që kjo tema e edukimit edhe është shumë temë për zemër të jamja, edhe do doja që të flisja më shumë, do shta në ndonjë podcast tjetër, kështu që deri atëherë miru takoshim edhe faleminderit që po na përcjellni. Faleminderit shumë, miru pafshim.